Por ne nuk do të ndalemi, kemi vazhduar me punët e mira në përmbushje të zotimeve tona. Të gjithë punëtorët, minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që shkaqet e avarisë në stacioni janë duke u hetuar nga organet kompetente. Kjo është mbledhja e parë fizike që prej kur si qeveri na ushtua mbiemri në detyrë. Pasi opozita zgjodhi ta përdor quorumin për zgjedhjen e presidentit si armë për të na e prerë mandatin që qytetarët na e dhanë me 51.1% të votave para vetëm 4 muajve e gjysmë. Por ne nuk do të ndalemi, kemi vazhduar me punët e mira në përmbushje të zotimeve tona. Si pasojë një defekti në linjën 35 kV Stan-Tërg, është ndërprerë furnizimi me energji elektrike në njësinë biznesore miniera me flotacion Trepça Stan-Tërg. Ekipi i Trepçës, i përkrahur nga ekipi i Kostit, është angazhuar menjëherë maksimalisht për ta rikthyer furnizimin. Në kohën kur është ndërprerë furnizimi me energji elektrike, në minier kanë qenë 47 minatorë, prej të cilëve përmes shkallëve emergjente nga ora 3 mëngjesit deri në orën 8 të mëngjesit kanë dalur 29 prej tyre, ndërkaq pjesa tjetër, përveç atyre që janë në kujdestari, kanë dalur në ora 14 pasi ekipet teknike kanë bërë lidhje alternative emergjente për të rikyqur linjën 35 kV nga në stacioni Trepça në Stan-Tërg. Të gjithë punëtorët, minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që shkaqet e avarisë në stacioni janë duke u hetuar nga organet kompetente. Serbia po vazhdon me metodat e saj të pastrimit etnik në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovc, në njërin anë me mohim të drejtave, politika diskriminuese përjashtuese ndaj shqiptarëve dhe në anën tjetër me bllokim të mbështetjes prej anës sonë. Me pamundësimin e transferimit të mjeteve të ndara nga Qeveria e Republikës Kosovës, fqinji ynë verior me sjellje abnormale po i lë rreth 3650 nxënës pa libra falas, më shumë se 750 student pa bursa, më shumë se 950 bujq pa mbështetje, sikurse edhe shkolla, organizata, media dhe mira qytetarë në mesin e tyre rreth 90 fëmijë jetim. Këtë brengë serioze, unë tashmë ja kam përcjell shefës së politikës jashtme të sigurisë Bashkimit Evropian, zonjës Kaja Kallas, ndërkaq që edhe sot përsërisim thirrjen që bashkësia ndërkombëtare të veprojë menjëherë.